Gjatë ditës së sotme, studentët e Departamentit të Drejtësisë pranë Fakultetit të Shkencave Politike Juridike të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, në kuadër të veprimtarisë së Klinikës së Ligjit dhe në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Ndihmës Juridike Falas, organizuan një aktivitet informues Street Law. Gjatë aktivitetit, studentët dhe përfaqësuesit e institucioneve pjesëmarrëse informuan qytetarët mbi të drejtën për të përfituar ndihmë juridike falas, procedurat e aplikimit, si dhe shërbimet që ofrohen në kuadër të sistemit të ndihmës juridike të garantuar nga shteti. Në këtë aktivitet, i quajtur Street Law, synon të afrojë informacionin juridik pranë qytetarëve. Gjithashtu, një synim tjetër i këtij aktiviteti është të mundsojë informimin e qytetarëve mbi ndihmën juridike falas dhe mënyrat dhe procedurat e përfitimit të saj. Në këtë mënyrë ne ofrojmë kontributin tonë në rritjen e ndihmesës së asistencës juridike në qytetar. Vëmendje veçantë ju kushtua kategorive në nevojë dhe grupeve vulnerabël, si personat me të ardhura të pamjaftueshme, viktimat e dhunës në familje, të miturit, personat me aftësi të kufizuara dhe kategori të tjera të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Personat që përfitojnë janë personat që s'kan të ardhura ekonomike, personat që kanë pësuar dhunë në familje, personat invalid. Këto janë më së shumti që përfitojnë nga ndihma juridike falas në bashkëpunim me Klinikën e Ligjit. Je rastin të ftoj gjithë qytetarët e Bashkisë Kavaj, por edhe të Durrësit, meqense sot jemi në qendër të Durrësit, që t'i drejtohen zyrave të ndihmës juridike në bashkitë përkatëse për asistencë ligjore falas për probleme të ndryshme ligjore që mund të ketë. Qytetarët që kanë nevojë për këshillim ligjor, asistencë në hartimin e dokumenteve apo përfaqësi me avokat falas, mund t'i drejtohen Klinikës së Ligjit UAMD, si dhe qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore në Durrës dhe Kavaj, për të marrë informacion dhe mbështetje ligjore sipas kushteve të përcaktuara në ligj. Ky aktivitet synon rritjen e ndërgjegjësimit të publikut mbi aksesin në drejtësi dhe garantimin e të drejtave përmes shërbimeve të ndihmës juridike falas.